Dosjet hetimore të arkivuara në Shqipëri dhe Gjermani e kanë përshkruar Armando Juri Sporean si një figurë kyçe të trafikut ndërkombëtar të drogës. Hetimet gjermane e identifikuan si koordinator në shpërndarjen e kokainës dhe heroinës në Gjermani, Austri dhe Hungari, ndërsa në Shqipëri ai u arrestua në aeroportin e Rinasit në vitin 2017 me kërkesë të autoriteteve gjermane. Pas këtij episodi, gjykatat shqiptare e liruan dhe ai u rikthye për të ngritur një rrjet kompanish që zyrtarisht operojnë në tregtinë e makinave elektrike. Një vendim i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar e ka konfirmuar dënimin e tij për trafik narkotikësh në kuadër të një organizate kriminale, në bazë të nenit 283 fraksion A, fraksion 2 të kodit penal. Ky ishte edhe boshti i shkrimit të parë të pamfletit, ku dokumentuan shifrat kontradiktore të kompanive Auto Fusion dhe Flux Service, mungesa e aktiveve dhe kapitalit në bilancet financiare dhe mospërputhja flagrante mes të ardhurave të deklaruara dhe investimeve që shfaqen publikisht. Në këtë kuadër del në skenë një pasuri e re që e vë sërish në qendër të pyetjeve burimin e fondeve të familjes Sporea. Bëhet fjalë për të ashtu quajturën Villa Sporea e ndodhur në zonën elitare Acacia Hills në Mjull Bathore. Objekti është i përmasave të mëdha dhe i ndërtuar me standarde që sfidojnë edhe oligarkët më të mëdhenj të kryeqytetit. Pamjet e publikuara nga vetë studio e ndërtimit dhe të shpërndara në rrjete tregojnë një investim maramëndës që nuk mund të justifikohet me xhiron vjetore prej rreth gjysmë milioni eurosh të deklaruar në QKB nga kompanitë e Armando Sporet. Pyetja që lind është e thjeshtë, me çfarë parash u ndërtua kjo vil? Nga dokumentet e depozituara në QKB rezulton se Auto Fusion SHPK e themeluar në vitin 2016 ka raportuar të ardhura neto nga shitjet për vitin 2024 në vlerën 53.187.570 lek dhe fitim neto prej 15.187.761 lek. Këto shifra nuk mund të mbulojnë koston e një vile të tillë, aq më pak investimet e tjera të paralajmëruara në sallone, makinash dhe infrastrukturë komerciale. Flux Service SHPK e regjistruar në gusht 2025 me kapital themeltar 15 milion lek, përfshin si ortak Ferdinand dhe Alexander Sporean, të dy familjarë të Armando Sporeas, me të kaluar penale dhe rol mbulues formal në aktivitetin tregtar. Bilancet e këtyre subjekteve të ndërtuara mbi kapitale minimale dhe të përshkruara nga ekspertë si tipike për skemat e pastrimit të parave nuk japin asnjë shpjegim për burimin e fondeve që kanë financuar vilën e Acacia Hills. Burime nga strukturat e hetimit kanë pohuar për pamfleti se ekziston dyshimi se automjetet e importuara nga kompanitë e Sporeas përdoren edhe për transportin e parave kesh të ardhura nga trafiku i drogës. Kjo skemë dyfisht ku makina shfaqet si produkt tregtar ndërsa shërben si mjet transporti për valutë përforcon idenë se vilat dhe investimet e shfaqura publikisht nuk janë gjë tjetër veçse produktet e një modeli pastrimi financiar. Një tjetër element i rëndësishëm lidhet me ndikimin në strukturat e shtetit. Një burim i besueshëm ka deklaruar për pamfleti se Armando Sporea ka futur në xhep disa struktura kyçe, përfshirë drejtues të institucioneve fiskale. Drejtoresha e tatimeve vetna rezulton pronare e Medical E Group, klinika e njohur si Klinika Indiane e Syrit, një tjetër investimi për masave të mëdha që shton pyetje mbi burimin e fondeve. Ky konflikt interesi mes rolit si drejtore e një institucioni kontrollues dhe aktivitetit privat në biznes krijon një skenar të dyshimt që redaksia e pamfletit po e verifikon me kujdes përmes dokumenteve financiare dhe pronësore. Nëse vilat dhe kompanitë e familjes Sporea vazhdojnë të qëndrojnë të paprekura nga hetimi penal, kjo ndodh për një arsye të vetme, mungesa e vullnetit institucional. SPAK dhe krimi ekonomik kanë informacion të mjaftueshëm për të hapur procedime mbi burimin e pasurisë së paluajtshme në Acacia Hills dhe mbi pasqyrat financiare të kompanive që deklarojnë shifrat pamjaftueshme për të justifikuar investime të tilla. Megjithatë, deri më tani nuk ka një veprim konkret nga këto struktura. Villa Sporea është vetëm një nga provat e dukshme e kontradiktës mes realitetit financiar dhe pasurisë së ekspozuar dhe si e tilla ajo mbetet një pikë kyçe për të kuptuar jo vetëm aktivitetin e Armando Sporeas, por edhe kapjen e strukturave shtetërore që duhet ta kishin hetuar prej kohësh.